Greva vazhdon deri në momentin që bëhet alokimi i mjeteve, të kushtet të cilat po ndodhen, jo me dëshirën tonë, po me imponimin prej borxheve që na kanë ndërprer karburantin për 1 milion euro, kompania në cilën furnizove me naftë, borxhe tjera 800.000 euro për punëtorët, 100.000 euro për sigurime shëndetësore, edhe borxhe tjera për pjesë të autobusëve. Ju dëshirojmë një sukses punëtorëve në ato si çfarë kanë filluar. Urime edhe për ta si duket kanë efektu, kanë filluar me reflektu. Kryetari i Komunës Prishtinës, zoti Përparim Roma, ka thirrë asamblehen për nesër në orën 15 me gjasë do të kryet kjo punë, do të përfundoj, mjetet me po të shumë, jemi shpresojmë se do bëhet. Pas takimit të sënës me qeverinë s'kena pasur, për rëndësime të ndryshme që dolin nëpër media, ato nuk e dim. Me kryetarin Roma kem pas dje, takim. Edhe sot presim prapë me takim mos qeveria apo kryetari Roma, diçka më na sjell një lajm të mirë. Po besoj dhe po shpresoj, po duhet shpresu. Të ditë vështira, qytetarët kanë më të keqen të mëshme. Po jo për neve, edhe neve jemi imponuar me vokta. Edhe neve kem familje, mbijetojmë me këto tara që kem. Prandaj, me kuptu arsyen edhe na pse kem dalë. Nëse nuk bëhet zgjidhja nesër. Greva vazhdon deri në momentin që bëhet alokimi i mjeteve, borxh që është ndaj komunës, edhe ndaj operatorëve të tjerë që funksionojnë në nivel të transportit publik. Ato janë borxhi i komunës ndaj operatorëve të transportit publik, si operatorët publik, si operatorëve privat. Shënjestër.net